Për të 61-ën ditë me radhë, qytetarët kanë vazhduar qëndresën dhe protestën e tyre kundër qeverisë socialiste. Nga podiumi përballë godinës qeveritare, protestuesit kanë komentuar deklaratat e kryeministit Rama, teksa kanë theksuar se këmbgulja e Ramës për të përsëritur në çdo dalje publike se nuk do t'jap dorëheqjen, tregon frikë nga presioni i protestës. Ata deklaruan se kjo qeveri e ka kuptuar se e ka arritur fundin e vet, teksa u ka bërë thirrje qytetarëve të bashkohen në protestën kombëtare të ngushtit. Pasi regjimi autokrat i djallit Edi Rama i ka ditët e numëruara. Ftoi gjithë socialistët e mirë, demokratët që duan Shqipërinë, ti bashkohen kësaj proteste qytetare për shpëtimin e Shqipërisë nga kjo klasë politike anti-shqiptare 35 vjeçare. Prandaj duhet një zgjim mbarkombëtar, me besabes. Shqipëria në rrezik nga sekti mafiozë tradhtari i rilindjes Madhi, i udhëhequr nga shoku i Vučić, krye tradhtari Edvin Ramović. Ai duket që është në panik, njësoj si ata burracakët e friksuar që në momente të panikut dhe të frikës duan të tregojnë trimëri. Sa më shumë kalojnë ditët, më i madh është presioni ndaj Edi Ramës dhe po e keni vënë re, sa më shumë ditë kalojnë, Edi Rama më shumë del në televizion për të mbushur mendjen se ai nuk do të largohet. Qytetarët janë fokusuar edhe tek njoftimi i Ministrisë së Jashtme serbe për hapjen e konsullate në Shkodër. Ata deklaruan se në këtë rast nuk kemi të bëjmë me një marrëveshje reciprociteti, por me një pazar politik. Deklaratat e ministrit të jashtëm, i cili tha se në emër të reciprocitetit, i cili tha se për shqiptarët është domosdoshme një konsullat në Bujanoc, dhe pa dyshim që është domosdoshme, ai u përpoq që pazari që ka bërë me Serbin nga e shes si një marrëveshje reciprociteti. Por kjo nuk është reciprocitet, kjo është pazar, sepse në qoftë se në luginën e Preshevës, sepse në qoftë se në Bujanovc ka shqiptar autokton të cilët përbëjnë shumicën ndërmuese të atyre komunave, në Shkodër nuk ka minoritet serb dhe ky është fakt. Pas më shumë se 2 orësh qëndrimi para kryeministrisë me thirrjet për largimin e qeverisë socialiste, qytetarët vazhduan marshimin e zakonshëm në rrugët e kryeqytetit.